Bismillahirrahmanirrahim. Hamdi, falemderimi, adhurimi i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Allahun e besojmë, Allahun e madhërojmë, vetëm nga Allahu ndihmë, falje, mëshirë kërkojmë. Salavatet më të përzemërta ja dërgojmë vullës së pejgamberisë, dritës së njerëzisë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ta, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu i cili na bëri pjesëtar të kësaj feje, të këtij dinit. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu i cili i qetësoi dhe i shëroi zemrat tona dhe shpirtat tona me përmendjen e tij, me përkujtimin e tij, si dhe me ndjekjen e rrugës së tij. Besimtari duhet të jetë i kënaqur, besimtari duhet të jetë falënderues ndaj gjitha mirësive në cilën Allahu xhaleshanuhu ja dhuroi. Besimtari të ngelet një përgjegjësi që Allahu xhaleshanuhu çdo moment ta falënderon, ta përkujton vetëm se Allahun ta adhuron. Jeta e kësaj bote është një jetë e cila Allahu xhaleshanuhu na e ka dhënë dhuratë gjithë secilin prej neve. Mirë po, jo çdo kush do ta arrijë që ta shijoje, ta përjetoje, ta jetoje jetën e kësaj bote. Mos ta harrojmë faktin se jo çdo foshnjë e cila qëndron në barkun e nanës, me do e mos do të del jetën e kësaj bote. Nga se besimtari duhet ta përkujton dhe ta kujton caktimin e Allahut, që vetën e vet caktimit të Allahut të janë ushtron. Jo çdo foshnjë e cila del jetën e kësaj bote, do të thonë do të ketë imër apo do të ketë jetë gjatësi gjatë jetës kësaj bote. Është ai Allahu i cili i cakton kaderët dhe fatin e jetëve tona. Andaj, në një ajet kuranor, Allahu xhaleshanuhu thot në surën Yunus: "Wa yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim." Allahu xhaleshanuhu na e përkujton neve, na e përkujton gjithë njerëzve, në cilën tha Allahu xhaleshanuhu: kujton Allahu xhaleshanuhu që ta godase një sprov, një fatkeqësi, një bela, një gajle, një dert, një breng, një borxh, askush nuk guxon që ketë çështje, ketë ngjarje ta ndryshon. Është ai Allahu i cili i cakton. Mirë po, ka ndonë Allahu xhaleshanuhu që ta begaton, ta lumturon, ta gëzon, jetë të këndshme, t'i dhuron harmonie, lumturi, askush këtë nuk mund ta pengon. Andaj, nga kjo jetë nënkuptojmë se gjatë jetës tonë, jetën e kësaj bote, besimtari duhet jetë vigjilent, që çdo send cilën e jeton dhe përjeton jetën e kësaj bote, duhet që ti nështrohet Allahut, duhet që ta lut Allahun, duhet që ti përullet Allahut, duhet që në çdo moment, në çdo situatë, qoftë në ditë të mira, apo në ditë të vështira, qoftë në ditë sakrifice, apo në ditë sprove, Allahun ta përkujton. Nga se, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një besimtar i cili e përkujton Allahun në ditë të mira, Allahu xhaleshanuhu do ta përkujton dhe do ta rikujton, do ta mbron, nuk e lëshon nga rahmeti i tij. Allahu është mbrojtësi më i mirë. Mirë po, gjatë jetës kësaj bote, gjithë secili nga çdo njeri, qoftë besimtar apo besimtare, sprovohet me gjëra të ndryshme në cilën besimtari i përjeton jetën e kësaj bote. Nga kjo nuk kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu është falësi i madh. Allahu xhaleshanuhu është mëshiruesi i madh. Yuqbalu tawbata an ibadi. E pranon pendimin e robërve të tij. Nga se gjithë secili prej neve, derisa jena në jetën e kësaj bote, gjithë secili do të përlihet apo do të bëhet një shkak i cili do ta largon nga mirësitë dhe nga falëndrimi i Allahu xhaleshanuhu, siç e përshkruajti Allahu xhaleshanuhu: "Wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur." Me të vërtet, jeta e kësaj bote është një përjetim, është një argëtim, është një dëfrim, është një kënaqësi e përkohshme. Andaj, dhuntit dhe mirësit, kënaqësit, argëtimet e ahiretit janë të përhershme. Andaj besimtari gjatë jetës kësaj bote nën kupton
dhe mëson që sado që të arije, sado që mbështetet tek vetja e vet, tek pasuria e vet, tek rrethi i vet, tek familja e vet, tek aftësitë e veta, pa ndihmën dhe pa lejen e Allahu xhaleshanuhu nuk ka kur asnjë çfarë suksesi. Çdo atribut, çdo veprim, çdo punë e cila bëhet për hir të Allahu xhaleshanuhu, Allahu nuk e len, nuk e braktis askond pa mos me i dhon shpërblim. Si në jetën e kësaj bote, edhe në botën tjetër, botën e ahiretit. Andaj i përmendëm disa komponenta. Di komponentat kryesore ishin se gjithë secilin Allahu xhaleshanuhu kanë don që ta godase një sprovë, një fatkeqësi, një bela, nuk ka kush tjetër përveç se Allahu xhaleshanuhu i cili mund t'i ndihmon dhe sprovën mund t'ja lehtëson. Edhe e cekëm se gjithë secili, ai i cili don që Allahu xhaleshanuhu ta begaton me mirësi, me lumturi, me të mira të pakufishme, as kush nuk mundet që ta pengon, nga se Allahu është ai i cili dhuron. Mirë po, një fakt ngelet interesant nga se në fundin e ajetit Allahu xhaleshanuhu e përmendën wa huwa al-ghafurur rahim. Allahu është ai i cili fal shumë. Allahu është ai i cili na njeh neve mas mirti. Allahu është ai i cili na don neve mas shumti. Allahu është ai i cili na i fal gjunahet tona, si ato fshehurazi apo haptazi, si ato në privatësi edhe ashtu në publik. Andaj besimtari çdo herë duhet që ta kërkon asnjë moment mos ta neglizhon afrimin me Allahun xhaleshanuhu. Nga se çdo afrimitet në cilën ne e bëjna në jetën e kësaj bote, qoftë me prindrit, qoftë me bashortët, qoftë me evladin, qoftë me vëllaun, qoftë me farefisin, qoftë me dashamirët, qoftë me shoqërinë, do të vjen një ditë që ose ato do të na praktisin neve, ose ne do t'i praktisim ato. Ai i cili afrohet tek Allahu, Allahu xhaleshanuhu e lartëson. Ai i cili largohet prej rrugës së Allahu xhaleshanuhu, Allahu xhaleshanuhu e poshtërson. Andaj besimtari duhet të jetë një prej shkakeve, arsyeve kryesore në cilën duhet që vetën e vet ta përmirëson dhe ta rregullon. Pikë pari duhet që Allahun ta përkujton, Allahu t'i mbështetet, Allahun ta falenderon.